Të nderuar besimtar, Allahu i lartësuar na porosit në librin e tij dhe kjo është një këshill për mua dhe për ju, për gjithë besimtarët. Thot Allahu i lartësuar: "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Thot keni frikë Allahun sa të mundeni. Druajoni Allahut sa të mundeni. Dëgjoni dhe binduni. Dhe shpenzoni prej të mirave që Zoti ju ka dhënë për veten tuaj. Kjo është më mirë për ju. E kushdo i cili ruhet nga kopratësia e shpirtit të tij, i tilli është i shpëtuar. Besim Allahun na bëj besimtar të dëgjueshëm, që e kemi frikë Allahun dhe që punojmë e shpenzojmë për hir të tij. Sot nderuar besimtar, në këtë hutbe, në këtë predikim xumaje do të flasim për muslimanin pozitiv. Muslimanin pozitiv. Të nderuar besimtar, si matet vlera e njeriu? Nëse njeriu do ta maste vlerën me pozitën e tij, apo vlerën dhe pozitën e tij mbi çfarë kriteri do t'i maste ato? A matet vlera dhe pozita e njeriu me pasurinë dhe pronat që ka? A matet me postin dhe përgjegjësitë që ka? A matet me fisnikërinë, origjinën apo trashëgimin prej ardhjen? A matet me ngjyrën e lëkurës apo kombësinë? S'ka dyshim se të gjitha këto kanë vlerë tek njerëzit, por vlera e vërtetë e njeriu matet me besimin e drejtë, me devotshmërinë, me moralin e mirë dhe parimet e vyera që njeriu mbart. Vlera e njeriu, nderuar besimtar, vlerësohet apo matet me të mirën që ai përcjell tek të tjerët, me dobinë e vazhdueshme që sjell, gjë që i kthehet në dobi të tij dhe dobi të shoqërisë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: disa njerëz janë çelësa të të mirës dhe mbyllës të të keqes. Disa njerëz janë mbyllët njerëz janë çelësa të të mirës dhe mbyllës të të keqes, e disa të tjerë janë çelësa të të keqes dhe mbyllës të të mirës. Lumë për atë që Allahu i lartësuar ka vendosur çelësat e mirësisë në duart e tij, dhe mirë për atë që ka vendosur Allahu i lartësuar në duart e tij çelësat e ligësisë, çelësat e sherrit. Kështu, të nderuar besimtar, vlera e njeriu është sa mirësia dhe pozitiviteti i tij. Meditoje fjalën e Allahut të lartësuar që ka thënë për Isain alayhis salam, për birin e Mariamës, ai që njihet si Jezusi tek të tjerët. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Allahu më ka bërë mua të bekuar, të bereqetshëm kudo që të jem. Dietarët e kanë komentuar dhe kanë thënë, do me thënë më bëri të dobishëm, kudo që t'jem e nga do që t'kthehem. Kështu edhe besimtari është pozitiv, si shiu, kudo që të bjerë, sjell dobi. Pozitiviteti nderuar besimtar është jesh faktor veprues në jetë, të japësh më shumë se sa merr. Të nxitohesh drejt së mirës para se të kërkohet prej teje. Të duash për vllajën tënd musliman atë që do për veten tënde. Pozitiviteti është energji ndërtuese dhe shpirti i gjallë që e shtyn njeriu të jetë veprues në familje dhe shoqëri. I dobishëm për veten, i dobishëm edhe për të tjerët, për umetin, për popullin e tij. Më i miri ndër njerëzit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, është ai që është më i dobishëm për të tjerët. Pozitiviteti është ndjenjë përgjegjësie, është përpjekje për përmirësim, bashkëpunim me mirësi dhe devotshmëri, dhe përgjigje ndaj thirrjes së Zotit për të pasur pastaj një jetë të mirë. Thot Allahu i lartësuar: "Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." O ju të cilët keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ata ju thrasin për atë që ju jep jetë, për atë që ju bën që ta jetoni jetën e vërtetë. Pozitiviteti është ecësh në shtigjet e bindjes se Allahu të lartësuar me vendosmëri, të punosh për ndërtimin e jetës me zell, të përballesh me sfidat me forcë,
të kalosh krizat me qëndrueshmëri, të besosh se e mira mbi zotëron, se premtimi i Allahut është i vërtetë, se fundi u përket të devotshmëve, dhe se Allahu nuk e humb shpërblimin e vepërmirëve, njerëzve bamirës. Pozitiviteti është të mos mjaftohesh me obligimet, me farzet, por të kërkosh vetë dyert dhe rrugët e mirësisë dhe të bamirësisë. Ti ndjekësh me kujdes se këmbgulje, e kur të ngarkohet një detyrë, ta kryesh atë me përpikmëri dhe mjeshtëri. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe yuhibbu an idha amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Allahu i lartësuar do që kur dikush prej jush bën një punë, ta bëj atë me përpikmëri. Pozitiviteti është ta shohësh veprën e mirë si mundësi dhe kënaqësi, jo si ngarkesë. Shpërblimin ndaj njerëzve apo shërbimin ndaj njerëzve ta shikosh si ngritje dhe nder, dhe sprovën ta shikosh si pastrim dhe edukim. Kush është në hallin dhe nevojën e vllajit të vet, Allahu është në hallin dhe nevojën e tij, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim ka thënë, pa aftësia është plagë, përtatësia është sëmundje, dhe askush nuk është ngritur veçse me seriozitet dhe vendosmëri. Pozitiviteti është ndërveprim me jetën, nderuar besimtar, është shpirti i Islamit, është sekreti i forcës së muslimanëve, është rruga e fitores dhe e fuqizimit, është shtegu i lumturisë në dynja dhe në ahiret, pra të qenë pozitiv. Thot Allahu i lartësuar, fastabiqul khairat, garoni në punët e mira. Shembulli i profetit sallallahu alaihi wasallam në çështjen e pozitivitetit ka qenë njeriu më pozitiv, më i madh ndër pozitivët dhe më i madh ndër punëmirët. Pesimizmi nuk gjeti kur rrugë për në zemrën e tij. As dëshpërimi nuk e pushtoi. Ishte përherë optimist, me shpresë të gjerë, buzëqeshës, pozitiv dhe motivues në çdo gjendje që kalonte. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse vjen ora e kiametit, pra fillon të ndodh kiameti, dhe në dorën e dikujt prej jush është një filiz që është duke mbjell, le ta mbjell atë nëse ka mundësi para se ta përfshi kiameti. Pra, optimist dhe motivues për treguar se muslimani duhet të bëjë gjën e duhur kur duhet ta bëjë atë dhe mos shikoj se çfarë ndodh rreth tij nëse e pengon për ta bërë punën e mirë. Muslimani është njeri pozitiv, që përfiton nga çdo rast, çdo mundësi që i jepet, investon energjitë, talentin dhe aftësitë e tij. Është i kënaqur me gjendje dhe mundësitë që i jepet, i mbushur me shpresë të mirë për të ardhmen dhe gjithashtu punon për mbas vdekjes. Është falënderues ndaj Allahut të lartësuar për mirësitë që Zoti i jep. Muslimani pozitiv e ka moralin dhe sjelljen e bukur. Është i sinqert e nuk gënjen, është besnik e nuk tradhton, ruan amanetin dhe nuk mashtron. E mira ati është pranë, e keqja ati është larg, është i butë, i lehtë, i sjellshëm dhe fisnik. Besimtarët më të plotë besim janë ata të cilët kanë moralin më të mirë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Muslimani pozitiv lidh fare fisnin, i mban njerëzit e afërt, bën mirë ndaj prindërve, vëllezërve e motrave, është i butë me bashkëshorten dhe me fëmijët e tij. Më i miri prej jush është ai që është më i mirë me familjen e tij, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Muslimani pozitiv nxiton në vepra të mira, është iniciator në mirësi, është pararendës në bindje dhe adhurim, synon të jetë faktor veprues në shoqëri, të kontribuoj sa të mundet në shërbim dhe dobi, thërret për të mirë, me fjalë, me pamje dhe me vepra. Ulaike yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, të tillët nxitojnë në të mira dhe ata janë pararendës në to, pra janë të parët që i veprojnë. Muslimani pozitiv kujdeset për veten dhe shëndetin, është interesuar për pamjen dhe për pastërtinë e tij, ruan formën fizike dhe gjithashtu forcën e tij, i rregull në ushqim dhe i rregull në pushim,
Punon për dynjan, sikur nuk do të vdes kurrë, pra sikur do të jetoj për gjithmonë, dhe punon për botën tjetër, sikur do të vdes nesër. Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se sa besimtari i dobët, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dobishëm tek Allahu se sa besimtari i dobët, dhe në secilin prej tyre ka mirësi. Allahu është i bukur dhe do të bukurëm. E do që të shihen gjurmët e mirësisë së tij tek robi, pra gjurmët e mirësisë që i ka dhënë besimtarit. Muslimani pozitiv ndjen përgjegjësi për umetin, për muslimanët. Nuk mjaftohet të shpëtojë vetëm veten e tij, por përpiqet të përmirësojë dhe të shpëtojë edhe të tjerët. Bën mirë, ndihmon nevojtarin, ngushëllon të pikëlluarin, e di se solidariteti është prej Islamit, bashkëpunimi është adhurim dhe se dobia për njerëzit është ndër afrimet më të mëdha tek Allahu i lartësuar. Muslimani pozitiv është i bindur se fjala e mirë është sadaka. Buzëqeshja e sinqert është balsam. Bamirësitë e ruajnë nga përfundimet e këqija, papriturat që e tmerrojnë. Allahu është në ndihmë të robit, sa kohë që robi është në ndihmë të vllajit të tij. E kush ja largon një vllaj musliman një vështirësi të dynjas, Allahu ja largon një vështirësi të ditës së gjykimit. Muslimani pozitiv është i sinqert, këshillues, bron interesat e muslimanëve, nuk e lë vllajin në gabim, nuk sheh të keqen dhe të hesht, është i interesuar për përmirësim dhe jep këshill me butësi dhe me mirësjellje. Ad-dinun nasiha. Feja është këshill e sinqert, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe një fjalë thot, kush nuk interesohet për gjendjen e për çështjen e muslimanëve, nuk është prej tyre. Muslimani pozitiv e shfrytëzon kohën në bindje, në dobi. Investon kapacitetet që Allahu i ka dhënë dhe nuk mjaftohet të mbush kohën me të mira, por kujdeset që të mirat e tij mos ndërpriten me vdekjen e tij. Pra nuk shtetson vetëm të bëj punë të mira, por bën nga punët e mira të cilat i japin shpërbime në këtë botë dhe në botën tjetër. Me një sadaka të vazhdueshme, të rrjedhshme, apo me një dije nga e cila përfitohet. Muslimani pozitiv është i rregull në sjellje, nuk ndjek epshet e tij, as nuk zhytet në qejfe dhe pasione. Ecën sipas rrugës së Allahut, duke u mbështetur Allahut të lartësuar. Është i bindur se rreziku i tij nuk do ta tejkalojë, e se çdo Allahu do të bëhet dhe çfarë Allahu nuk ka për të bërë. Muslimani pozitiv nuk shembet në fatkeqësi, nuk përkulet, nuk panikoset në sprova, nuk ankohet në vështirësi, por qëndron dhe duron dhe shpërblimin e pret duke thënë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. I sigurt se ajo që e godet nuk do të mund të shmangej, dhe i sigurt se ajo që është shmangur dhe nuk e ka goditur nuk do të mund ta prekte. Dhe se çlirimi është afër, dhe se me vështirësi vjen lehtësimi, vërtet me vështirësi vjen lehtësimi. Prandaj muslimani pozitiv mendon mirë për Allahun e lartësuar, është optimist dhe jo pesimist. Ai e di se inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin, mëshira e Allahut është afër njerëzve të cilët janë bamirës, dhe se inna Allaha bin nasi la raufur rahim, se Allahu ndaj njerëzve është i butë dhe mëshirues, dhe se wa anna Allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin, Allahu nuk e humb shpërblimin e besimtarëve, dhe se wa anna Allaha indahu ajrun adhim, dhe tek Allahu është shpërblimi i madh, dhe se la ya'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun, nuk dëshpërohet dhe nuk i pret shpresat nga mëshira e Allahut veçse njerëzit që nuk besojnë, pra populli jo besimtar. Nderuar besimtar, besimtari është i sigurt se ndërmjet një të mbyllurit syve dhe të hapurit të tyre, Allahu i lartësuar e ndryshon gjendjen nga keq për mirë, në një çast të vetëm, dhe kur ai do diçka i thot bëhu dhe ajo bëhet. Prandaj secili prej nesh le të jetë pozitiv në mendim dhe në orientim, le të jetë pozitiv në adhurime, pozitiv në moral dhe në marrëdhënie me njerëzit, të jetë pozitiv në punë, në adhurime dhe detyra që i ngarkohen, pozitiv në komunikim dhe në lidhje me tjerët,
pozitiv në kursimin e shpenzimeve dhe ruajtjen e kohës, pozitiv në çdo çështje të jetës. Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe le të shoh çdo kush prej jush se çfarë ka punuar për të nesërmen e tij, dhe keni përsëri frikë Allahun, sepse Allahu është i mirë informuar për atë që ju veproni. Lusë Allahun lartësuar na bëjmë besimtarë të mirë, pozitiv për veten dhe për të tjerët. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi lillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa taslima ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ejmain. Nderuar besimtarë, dallimi është i madh mes njeriut pozitiv dhe njeriut negativ. Dhe Allah i lartësuar sjell në librin e tij shembullin e një zotërie që ka dy sklever, dy shërbëtor. Njëri prej tyre është i shurdhët dhe i paaftë për punë. Thot Allah i lartësuar në surën Nahl ajeti 76, thot Allahu solli një shembull me dy njerëz. Njëri me mec, që nuk ka fuqi për asgjë, dhe ai është barë për zotërinë e vet. Kudo që ta dërgoj, ai nuk sjell asnjë të mirë, pra nuk ka prej tij dobi. Është i barabartë ky me atë që urdhëron për drejtësi dhe është në rrugë të drejtë. Pra, këtu është dallimi mes njeriut pozitiv dhe njeriut negativ. Ka njerëz që janë pozitiv edhe nëse nuk u dihet emri, edhe nëse njerëzit nuk i njohin. S'ka rëndësi nëse njerëzit nuk i njohin. Mjafton që Allahu e di sinqeritetin dhe përkushtimin tënd. Mjafton ta di Allahu i lartësuar sinqeritetin dhe përkushtimin tënd. Prandaj Kurani e ka përjetësuar ndonjë vepër që është bërë edhe pse ai që e ka vepruar nuk njihet se kush është. Nuk njihen autorët, sepse buroria e vërtet matet me vepra dhe me sinqeritet. Thot Allah i lartësuar: "O ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin." Erdhi prej fundit të qytetit një burr duke vrapuar. Dhe tha: "O populli im, dëgjojini të dërguarit e Zotit." Pra, pasi populli po mohonte, po kundërshtonte, profetët që ju dërguan ishin 3 të tillë një popull, erdhi nga fundi i qytetit ky person i panjohur, nuk e dim se kush është, por kishte një mision, e kreu misionin dhe e shleu detyrimin e tij. Nuk e njohim kush është, dhe kështu duhet të jetë besimtari, të kryej vepër me sinqeritet, me përkushtim, pa pas rëndësi se e njohin njerëzit apo jo, e din njerëzit apo jo, e dëgjojnë njerëzit apo jo, e rëndësishme që ta njoh Allahu i lartësuar, ta njohin ata që janë në qiell, edhe nëse është i panjohur për ata që janë në tokë. E gjithashtu Allahu i lartësuar na tregon për në historinë e Musait. Thot gjithashtu Allahu i lartësuar: "Ja Musa, innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min an-nasihin." Erdhi një burr nga fundi i qytetit, nga larg, dhe tha: "O Musa, paria po marrin masa kundër teje për të vrarë. Prandaj dil, ik. Unë jam këshilluesi sinqert për ty." Kush ishte ky person që e shpëtoi Musain alayhis salam? E shpëtoi profetin e Zotit? Nuk dihet. Prandaj e kreu misionin e tij. Ishte pozitiv edhe pse ne nuk e njohim atë. Pra, të nderuar besimtar, pozitiviteti nuk është i rezervuar vetëm për njerëzit, siç Allahu i lartësuar tregon në Kur'an. Na tregon Allahu i lartësuar për një zot, pupës, në kohën e Sulejmanit, që vjen tek Sulejmani dhe tregoi se nuk pranoi të ishte pasive, as spektatore, por të ishte pozitive. Kjo pupza vjen tek Sulejmani dhe i thot: "Ehattu bima lam tuhit bih, wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin." Unë thot kam parë diçka që ti nuk e di e për të. Kam marrë nga populli i Sebe dhe po sjell lajmin e tyre. Pra, ky Zot duke shtektuar pa një popull që adhuronin të tjerë veç Allahut. Sulejmani alayhis salam ishte në Palestinë, ndërsa ky popull ishte në Yemen. Dhe vjen pupza dhe i tregon Sulejmanit se ishin popull atje që nuk adhurojnë Allahun, por adhurojnë të tjerë veç Allahut. Erdhi dhe kreu misionin e vet.
dhe i shpëtoi një popull të gjithë, gjithat mbretëri, me mbretëreshën e tyre Belkisën, i shpëtoi Allahu i lartësuar për shkak të këtij zogu, pra u bë sebeb pozitiv për shpëtimin e tyre. Allahu i lartësuar na përmend në Kur'an gjithashtu fjalët e një milingone, e cila nuk pranoi të ishte pasive, por u bë pozitive, e dobishme për të sajët, për racën e vetë. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an duke treguar për të, fjalët e saj, kjo milingone vogël, e padukshme, e dobët, por u bë pozitive dhe shpëtoi popullin e saj. Prandaj, pozitiviteti nuk matet me madhësi apo me fuqi, por jetë njeriu produktiv, jetë njeriu i dobishëm. Thot Allahu i lartësuar duke përmendur dhe përjetësuar në Kur'an fjalët e kësaj milingone. Ja ejuhen namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulejmanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. O ju milingona, hyni në strofullat tuaja. Që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij pa e kuptuar. Pra Sulejmani a.s. ishte duke kaluar me gjithë ushtrinë e tij, dhe ushtria e tij përbëhej nga njerëzit, nga xhinët, nga kafshët, nga zojt, dhe era e shtynte përpara. Gjithçka e kishte në urdhrin e tij, ishte nënshtruar për të me lejen e Zotit. Dhe gjithë ajo ushtri e madhe po vinte të kalonte në një lugin, ku aty ishte shtëpia e milingonave, e kjo milingon kur dëgjoi dhe pas se çfarë po vinte, i thriti popullin e saj. Futuni strofullat tuaja, shpëtoni, se Sulejmani mund të shtyp pa e kuptuar, jo se Sulejmani është negativ, do ketë qëllim të shtyp, por pa e kuptuar, kështu është besimtari. Pa djemin e tij, pa ndërgjegjen e tij, pa dashje mund ta bëj gabimin, por nuk është i padrejtë me krijesat me koshiencë. Sulejmani a.s. buzëqeshi nga fjala e saj. Buzëqeshi nga fjala e saj dhe i bëri dua Allahut dhe e falenderoi për këtë mirësi të madhe që i kishte dhënë. Por shikoni nderuar besimtarë se si e përjetësoi Allahu i lartësuar në Kur'an zërin e saj, lavdëroi pozitivitetin e saj dhe e bëri Sulejmanin të buzëqeshte nga fjala e saj. Pra, pozitiviteti nuk është pronë të mëdhenjve, as e pushtetarëve. Mund ta bëjë një burr banjor, një zog e vogël i dobët apo një milingon e dobët. Por kjo gjë mund të bëjë ndryshimin, ndryshon realitetet prishura, dhe mundet një vepër e tillë apo një fjalë milingone të përjetësohet në librin e Allahut përderisa të ketë mbi tokë besimtar. Prandaj le ta pyesim veten, cila është gjurma dhe ndikimi pozitiv që kemi lënë në familjet tona, që kemi lënë në shoqëritë tona. Sa herë na ka kaluar ndonjë mundësi pozitive pa shfrytzuar? Sa herë mund të ishe shkak i shpërblimit, i shpëtimit dhe i udhëzimit të dikujt, por nuk lëvizet. Cili është justifikimi ynë? A duhet mjaftohemi që punët e mira le t'i bëj dikush tjetër, kur thërritet për to? Apo duhet ta nënvlerësojmë vetë tona duke thënë se nuk kemi mundësi të bëjmë? Si mund të jetë e vërtet kjo kur pubza, ky zog apo kjo milingon janë argument kundër këtij pesimizmi që mund të ketë pllakosur në zemrat tona. Askush nuk është i vogël për të qenë pozitiv. Askush nuk është i dobët për të qenë pozitiv. Prandaj dije se Allahu i lartësuar nuk shikon dobësinë apo pakësinë tënde, por shikon sinqeritetin dhe vendosmërinë tënde. Tregoj Allahu i lartësuar të mirat që mund të bësh. Le të shikoj Allahu i lartësuar tek ty pozitivitet dhe punë e fjalë të mira. Ndoshta një fjalë sinqert për hir të Allahut bëhet sebeb që Allahu i lartësuar të shpëtojë dikë nga devijimi. Një këshill e pastër bëhet sebeb të ndryshojë zemrat e errësuara. Një farë vogël të mirës që e mbjell këtu, atje, ndoshta Allahu e bekon atë dhe e bën atë përmirësuese, apo e bën një projekt bereqetshëm që do të shërbejë ty në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Prandaj le ta kemi frikë Allahun e lartësuar dhe të bëhemi pozitiv në çdo çështje të jetës, sepse Islami ka nevojë për njerëz musliman pozitiv që punojnë për këtë fe. Thot Allahu i lartësuar: "Wa qul ya'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila 'alimi al-ghaibi wash-shahada
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, thuaj punoni, se Allahu i dërguari dhe besimtarët kanë për ta parë punën tuaj. Pastaj do të ktheheni tek Allahu, do të shpërbleheni për ato që keni punuar. Prandaj o biri i Ademit, jeto sa të duash, një ditë do të vdesësh. Duaj këtë duash, një ditë do ndahesh prej tij. Dhe puno çfarë të duash, një ditë ke për të shpërblyer për të. Lutim Allahun e lartësuar na bëj ne besimtarë të mirë që punojmë me fjalët të cilat e dëgjojmë. Punojmë me argumentet e Zotit dhe vëmë në jetë urdhrat dhe e tij dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Le ta dimë se mirësia nuk prishet, gjunahet nuk harrohen, gjykatësi Allahu i lartësuar nuk vdes kurrë dhe njeriu siç vepron ashtu do të shpërblehet. Allahu na përmirësoft e na bëj besimtar të mirë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.